Bimbroma mirë se erdhët në emisionin I Pavarur, I cili zhvillohet në ambientet e kryeministrisë, pra në zyrën e kryeministrit Edi Rama, që siç e shikoni, nuk ka nevojë për dëshmitar, faktet flasin vetë. Janë pikturat e të madhit Edi Rama dhe ne, unë dhe Kristiano Gjanari, me cilë në bëjmë këtë emision, që nga viti 2020, pak para pandemis, ne vazhdojmë dhe pse të mos e vazhdojmë. Kristiano ndodhe të me kryeministin ton të nderuar Edi Rama, I cili drejton Shqipërinë me timonin vetëm. Pra, ka shumë vjetë që drejton vetë timonir zoti Edi Rama. Edhe unë vetë timonin këtu, kam dhe Kristiano atje, dhe s'kemi nevojë për njerëz tjerë. Për çfarë do flasim? Ftohtë sonte, ftohtë, po kur them ftohtë, qameti I zi. Në këtë të ftohtë të madh, ka rënë shi, ose s'kemi vetëm ftohtë, ka rënë shi, ka rënë borë, dhe atë kemi lajmin e madh të shumë pritur, kolonja në Dëbor. Dhe këtu nuk është lajm, e dim gjithë që është në Dëbor, pjesa më interesante e lajmit është ftesë për ta vizituar. Kësaj thonë, ose do t'i thonin në një gjuhë popullore, Stambolli digjet, uva krihet. Apo jo? Pra, nëse bie borë, në një vend të varfër, në një vend të shpopulluar, në një vend me 1 milion halle, bora është vetëm siklet. Dhe në qoftë se ti thua, kolonja në Dëbor, ftesë për ta vizituar, këtë vizitosh. Një vend të varfër, të mjeruar, të shpopulluar, dhe do të kishte kuptimin që them unë, nëse ftesa nuk do të bëjë nga I madhi, në zyrën e cilit ndodhemi Edi Rama. Sepse, keni parasysh është ai simboli budist. Pra, është një rreth, I ndarë në 2 gjysëm rrath, po jo të barabartë, dhe njëri është I zi me I pikë të bardhë, tjetri është I bardhë me I pikë të zezë. Dhe filozofia e kësaj është yin dhe yang, edhe në një fushë të zezë ka një pikë të bardhë, po dhe në një fushë të bardhë ka një pikë të zezë. Pra, edhe në kolonjën e zezë të mjerimit, ka Dëbor dhe ju shkoni vizitoni. Ky është këndvështrimi I Edi Ramës, ndërkohë që është përmbytur e gjithë Shqipëria, nga Juguveri, nga lindja në Perëndim, ka dalë diku lumen, diku s'kan punuar hidrovorët, mbytur, Edi Rama na shijon të vizitojmë, është ftesë për të vizituar kolonjën e mbuluar nga bora. Bravo I qoftë realisht, bile dhe kolonjarët, në base duke lexuar atë shën, duke lexuar statuset e kryeministit Edi Rama, do të vizitojnë rrethin e tyre të bukur dhe të mrekullueshëm. Jemi në kohë dimri, do të flasim për dimrin e si vjetëm, gjëre gjatë, kështu si Nazuri, I që Kristiano më nxirrin gjë tjetër, po nga dimri, mos posto nga dimri. Është e kryeministit Rama. Rrugët drejt destinacioneve turistike dimërore, lehtësisht e kalueshme me goma dimri. Pra, duket se një poezi e bukur dimërore, goma dimri, faktikisht, në botë, ka goma vere dhe goma dimri, është me liq. Në verë, janë tjetër cilësi dhe përdoren për tjetër mënyrë transporti, në verë, ndryshe. Dhe këtu, rrugët duhet me goma dimri për përforcuar idenë lehtësisht të kalueshme. Por me goma dimri. Edhe këtu do thoni, po mi më vlla, a u bllokuan disa rruga nga veriu? Pra thethi këto të tjerat. Ç'pun keni me thethin? Keni zonat të tjera, të cilat nëse, atëherë ju mund të shkoni t'i vizitoni. Do thonë kushtot, po kryeministri mo, a ndodhemi në zyrën e kryeministrit Edi Rama? A është ky emision dhe ky televizion proqeveritar? Po ç'toni? Ne si televizion po Edi Ramës temi. Vishni gomat e dimrit, mbathjani në Vermosh, në Theth, në Bog, ku do dojë kokra e qefit, thot kryeministri. Le të bjerë të bora, punë e madhe bora ka punë e vet. Qeveria ka bërë vendin të vizitueshëm në çdo kohë, në çdo stil. Mos u mbisni rastin. Ngroja globale nuk mund të sjell prap bord si çka sjell tani, apo jo. Kristiano, do të vazhdojmë të flasim për dimrin e këtij viti, për acarin e këtij viti, për përmbytjet e këtij viti. Dhe po thonim që kryeministri po thoshte vizitoni, shkoni nëpër destinacione. Policia e shtetit apelon për kujdes në qarkullim.
Pra, nëse policia e shtetit thot kujdes në qarkullim, nëse bashkitë kanë lëshuar apelin, aman mos bëni lëvizjet pa nevojshme. Pra, mos dilni kot më kot, se mund të ndodhë më e pabesueshme. Pra, mund t'ju marrë orteku, mund t'ju marrë ujë, mund t'ju bjen në Eurofe, mund t'ju bjen gur nga lartë. Ajo rruga qaf ploç, Qukës, mbërdhifi, në kuptimin e dytë të fjalës, pra jo nga të ftohtit, nga shiu, ran gurët, prapë bllokuar ose rrugë s'bëhet më. Pa u sistemuar mirë, nuk ka shans. E ndërkohë që policia e shtetit apelon për kujdes në qarkullim, kryeministri thotë, vini goma dimrore, esti, vizitoni Thethin, Dukagjinin, Bogën, Vermoshin, çfarë të doni ju, nuk ka pikën e problemit, sepse Shqipëria është turistike, nga Vera në Dimër, nga Acari në Thatësirë, nuk ka pikën e problemit vizitoni Shqipërinë tonë të dashur. Tani, po dalim do të thoshte ndoshta opozita, se opozita po thotë gjë tjetër, shpallni gjendjen e jashtëzakonshme, jepini lek njerëzve. Po një opozitë tjetër do thoshte është propagandë. Ndërkohë që vendi po përmbytet, ndërkohë që vendi po ngri nga të ftohtit dhe po mbulohet nga dëbora, thirrja shkoni bëni turizëm, mirë që nuk thotë shkoni bëni surf në Sum. Ose ku diun, kajak në Shkumbin që ka dalë nga shtrati. Apo ku diun, katamaran në Vjosën që ka dalë nga shtrati gjithashtu. Çudia. Dhe të paktën është kufizuar, shkoni vizitoni vendet me dëbor të kryeministit Edi Rama. Ftohtë sonte. Edhe sonte Qametizi. Inqe Kristiano vazhdo me një tjetër informacion. Rreshje dëbore dhe ngrica në Bashkinë e Korçës. Pra, po përkonshur më Edi, pse nuk na thua ndonjë gjë? Po pse nuk thua që ore shkoni vizitoni dhe Korçën, se ka Bobo Shtico, fillon që poshtë, pastaj është Dardha, pastaj dini krahun tjetër, keni Voskopojën, po keni edhe Vithkuqin. Po Korça është e mrekullueshme. Po se tha Edi Rama, nuk e thot atë shëja. Atë shëja, kur thot Edi Rama, e bën romantike, e bën idilike borën, e bën një mrekulli të vërtet. Nuk e thot Edi Rama, e merr thatë lajmin, rreshtet bore dhe ngrica në Bashkinë e Korçës. Kaq. Dhe faktikisht situata kjo është, rreshje bore dhe ngrica. Dhe në një vend që ka probleme ngrohje, që ka probleme energji, ka probleme transporti, me gjithçka, e mira e qytetarëve është të mblidhen me njëri tjetrin ngrohtë, të mos dalin se do gjej belaja. E mira e jonë është të rinë në Tiranë në këtë periudhë, se po vazhduan vër, për shembull, para se të filloj ky qameti i madh. Më erdhi një mik nga Korça 6 orë në gjysmë ta e kanë bërë. Bllokoi këtu, bllokoi atje. Imagjino se sa të bëhet tani. Nëse vazhdojmë, ka akoma, ecim. Ecim, Kristiano, ecim. Urdo, Salla është ministër. Situata nga rreshtet në Fier e qëndrueshme, hidrovorët në punë. Të thonë që ke nxjerrë këtë lajm idiot. E kam nxjerrë se është agjencia telegrafike shqiptare. Kjo është agjencia zyrtare. Pra kjo, çfarë thot qeveria, kur e fleten veri dhe vendos partia, ngrihet o një herë e gjithë Shqipëria, ka qenë një këngë. Dhe si lajm modern është idiot. Salla, se ka dhe mbi emrin të çuditshëm, duket sikur është një sallë me njerëz, faktikisht ministri, pak i njohur i bujqësisë. Situata nga rreshtet në Fier e qëndrueshme, çdo thotë e qëndrueshme, do të bie shi pa lëvizur, bie shi pa shtuar përmbytjet, apo nuk ka problem se bie shi. Hidrovorët në punë. Pse kam nxjerrur atë lajm atëherë kur e mendoj që është idiot? E nxjerr pikërisht sepse është idiot një lajm që nxjerr agjencia telegrafike shtetërore kështu. Ç'kuptim ka që ministri bujqësisë, është ministri i bujqësisë, ka zbritur në terren, ka parë shiu dhe i thot shtetit, i thot agjencive, situata nga rreshtet në Fier e qëndrueshme. Pse duhet shkojë ministri, ku e thot nga vëzhguesit e thjeshtë që janë për motin, buletini meteorologjik, bashkia, njësitë administrative. Pra ka 1 milion organizma për të thënë, situata me rreshtet është e qëndrueshme. Dhe pikë. Dhe pse ta e thojmë, do e thoj fjerakve. Po, gjithsesi dhe ne, që se mos shkojmë për pushim, si do shkonim Kolonjë, me që bie borë, shkojmë Bostar se ka plasur peshku. Hidrovorët në punë. Ç'lidhje kemi ne me hidrovorët në punë? Atë i fillon dhe mendon. E gjitha kjo është
propagandë. Se është ky salla që ka vajtur pas ka parë hidrovorët në punë dhe situatën e rreshjeve të ndryshme. Është vengu i shkret që zua reumatizma sa në Durrës, sa në Lushnjë, sa Roskovec. Koçiu, ministrja, e të tjerë ministra që janë të gjithë në teren. Çdo të thotë. Çfarë bën ministri në teren? Asgjë. Bën propagandë. I thot njerëzve me porosit atij që është lart, edhe që ai nuk lagët, nuk ka shkuar akoma, s'ka mbatur çizmet të shkojnë në ato zona. I thot që qeveria është e gjitha në krye të tyres. Ministrat janë në teren. Dhe populli shqiptar vdes për këtë gjë. E bën edhe Enver Hoxha. Populli shqiptar vdes, ja erdhën na bekenisën. Pse nuk vjen ai tani? Do vinte Edi Rama, thoshit ju. Ai të kishte ardhur dhe ai i jep dritë kësaj pune. Sepse ai është shumë i zgjuar. Kur Edi Rama nuk është identifikuar me të keqen. Po të shkoj aty do identifikohet me përmbytjen. Edi Rama identifikohet me atë lajmin që ishte i pari, kolonja me dëbor, shkonin destinacione turistike. Me këtë identifikohet ky person. Ky person në PR-in e vet ka vetëm pozitivitet. Ka vetëm zhvillim, turizëm, argëtim, pamje të bukura piktoreske. Llumin e ha këta, po këta duhet të shkojnë atje për të treguar popullit dhe për të treguar dhe ne që qeveria është në krye të detyrës. Ministrat punojnë zhyte në ujë në Lucë dhe ka vajtur ministri i bujqësisë dhe i thot popullit, hidrovorët në punë. Lajmi do të ishte hidrovorët nuk janë në punë. Hidrovorët në punë nuk ka nevojë që të shkojë ministri. E zgjata. Iqe Kristiano si duash ti. Urdhë, na del prap Rama. Ndote lumejve nga plastika rëndon përmbytjet. Masët të reja ndaj fenomenit. Edhe këtu do thoni ju, ja këto pamet, të merë, po sa popull kafsh që jemi. Paka shumë e tha kryeministri këtë gjë. 2 ishin fajtorët. 2. Zoti, i cili kishte krijuar një vorbull nga fronti që vinte nga veriu dhe i ftohtë dhe trazohej me lagështirën dhe ngrohtësinë e mesdheu dhe kishte bërë qametin nga Stambolli në Kroaci, nga Bosnia në Fier, dhe të gjithë ishin të pismosur në këtë, jo vetëm shqiptar, po edhe bota ishin shumë të mërzitur. Kështu që pjesë e kësaj bote jemi ne ç'pun kemi, po ai e bëri. 2, ja ku e bëri populli. Vetë pini lëngje dhe hidhni kanaçet në ujë. Pini ujë e hidhni pagurin atje. Bleni domate qep e hidhni qese këtu, urdo se keni bërë Shqipërinë. Dhe qese mbi qese kishte bërë një dikë të madhe. Kjo dikë ishte mbajtur ujë dhe na përmbyti. Kjo është ideja. Do thonë ju, po kaq idiot që të kryeministri? Në asnjë mënyrë. Kryeministri i Shqipërisë është një nga njerëzit më të mençur të këtij vendi. Ndote e lumeve nga plastike rëndon përmbytjet. Duket si fjali idiote. Por, po ta lexosh mbrapa masa të reja ndaj fenomenit, do të kuptoni që kjo foto, ky konstatim që përmbytjen e ka sjellë plastika dhe populli ynë idiot, do të na sjellë në masa të reja në shtrëngime të tjera, pra në gjoba të rrepta, më falni nga moti, pse jo në taksa të reja. Pra Edi Rama nuk e ka shprehje poeti ose piktori, i cili është rebeluar nga një lum plerash. Jo. Masa të reja ndaj fenomenit. Masa të reja ndaj fenomenit. Mas do të thot sankcion, do të thot gjob, do të thot pagesë, do të thot shtrëngim, represion. Dhe nuk le Edi Rama rast fatkeqësie pa shfrytzuar për këtë gjë. Ju e dini që po vendoset me detyrim siguracioni i banesave nga tërmeti. Ra tërmeti ta duheshin siguruar ta. Po do ta bëjmë, do ta rregullojmë. Dhe tani, u përmbyt Shqipëria. U mbytën shqiptarët e shkret. Pse? Nga të papërgjeshmet. I fusim një taks ose diçka të ngjashme dhe marrim lek. Ky është sistemi. Bëjmë pauzë të vogël me Kristiano, edhe fillojmë prapë. Kohë kemi.